Në krahasim me tremujorin e parë të vitit 2025, Shqipëria ka arritur të tërheqë më shumë investime të huaja edhe në fillim të vitit 2026. Të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë se fluksi i investimeve të huaja direkte kapi një shifër prej 404 milion eurosh në tremujorin e parë të 2026-s nga 361 milion euro që ishte në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo tregon se vendi po bëhet nga viti në vit një pol tërheqës për investimet nga jashtë. Megjithatë, nëse bëjmë një përllogaritje ndërmjet tremujorëve, fluksi i investimeve pësoi një rënje me rreth 5.4% krahasuar me tremujorin e 4 të vitit 2025, kur arriti në 427 milion euro. Por cilët janë sektorët që kanë përthithur më shumë investime? Pasuritë e paluajtshme vijojnë të mbajnë fronin e investimeve. Në tremujorin e parë të vitit 2026, ky sektor përthithi 172 milion euro investime të huaja, i ndjekur nga sektori i aktiviteteve financiare dhe të sigurimit me 68 milion euro, ai i energjisë elektrike, gazit dhe furnizimit me ujë me 38 milion euro, si dhe industria përpunuese me 30 milion euro. Pavarësisht se mbeten ndër sektorët me vlerën më të madhe të investimeve të huaja, aktivitetet financiare dhe të sigurimit kanë shënuar rënje të fluksit krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, nga 75 në 68 milion euro. Ndërkohë sektori i tregtisë me shumicë dhe pakicë, riparimit të automjeteve dhe motocikletave ka rënë nga 31 milion euro në tremujorin e 4 të vitit 2025 në 26 milion euro në tremujorin e parë të 2026-s. Edhe në tremujorin e parë të vitit 2026, arsimi, aktivitetet e tjera të shërbimit, bujqësia, pyet dhe peshkimi rezultojnë pa investime të huaja, ndërsa transporti dhe magazinimi, shëndeti dhe aktivitetet e punës sociale, si edhe arti, argëtimi dhe çlodhja, vijojnë të tërheqin nivele shumë të ulta investimesh.